Edhe njerë të rikujtojmë që pa ambient të pastër nuk ka as sport. Kështu që ne si Komiteti Olimpik edhe më herët e dini që kemi organizuar aktivitetet ndryshme të tilla, sepse çdo vjet më shumë ky aktivitet po bëhet edhe më i madh. Edhe ne gjithmonë së bashku me juaj e kemi organizuar dhe ky është themi frymarrja e sportit, sepse e dim që sporti dhe ambienti lidhen ngushtë njëra me tjetrën. Duhet që së bashku të vetësojmë gjithë ata, gjithë popullin e Kosovës, që ta ruajmë ambientin dhe të investojmë në ambient. Është një hap i vogël, por një hap shumë i rëndësishëm. Ne si komision jemi mundu me ngrit pak vetdijen për rëndësinë e një mjedisit pastër për të gjithë, po sidomos për komunitetin sportiv. Kemi vendosjen e shportës recikluese brenda ambientit të Komitetit Olimpik, kemi bo pak gjelbrim përpara zyreve, si dhe do ta kemi një sesion të vogël të jogës. Po shpresoj që ky aktivitet ka me shërby me ngrit vetdijen e rëndësisë së një mjedisit pastër, sepse bota e ka shumë sfid mjedisin, e sidomos ne në Kosovë që jemi ndër vendet më të prekura prej ndotjes, e dim dimrit, kemi problemet mëdha, kemi ajrin ndër më të ndoturit në botë. Krahas sportit, pra edhe mjedisi janë të pandara. Kështu që sot në ditën botërore të mjedisit, kur e gjithë bota me aktivitetet të ndryshme shënon këtë ditë, atëherë ne si komunë së bashku me Federatën e Sportit do të bëjmë implementimin e mbjelljes së drurit olimpik. Ne po kontribojmë në shëndetin ton, por edhe të brezave që vijnë. Por le të jetë kjo ditë si një thirrje për të gjithë qytetarët që të kujdesemi vazhdimisht për ambientin në mënyrë që t'ja ulojmë një jetë më cilësore edhe brezave që po vinë.